Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV duke vazhduar të komentojmë dinamizrat edhe ngjarjet që po ndodhin tashmë jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Dua të vazhdoj të komentoj Gjestin dhe marrëdhënien e Gjestit, situatën e Gjestit, por edhe rrugtimin e Gjestit dhe videoklipit të tij, por edhe vajzës të shumë përfolur Djellzës. Unë jam munduar që ta përmbledh në fakt në një shkrim që ju ta dëgjoni. Sa janë të vërteta për një takim të mundshëm po flitet. Nga informacionet që kam unë, Gjesti nuk ka patur një takim me një vajzë të tillë. Marrëdhënia e tij me Eglin vazhdon të jetë. Ato dëshirojnë që lidhjen e tyre ta ruajnë në privatësi dhe nuk e kuptoj pse përfliten lajme të reme kundërdrejt Gjestit dhe marrëdhënies së tij. Prej disa ditësh emri i Gjestit, ish banorit të Big Brother VIP Albania 4, po qarkullon në titujt e mediave roz dhe në rrjetet sociale për një arsye që nuk lidhet me muzikën, por për jetën e tij personale. Thashethemet që kanë vërshuar lart e poshtë flasin për një takim të mundshëm mes tij dhe një vajze misterioze në Tiranë me emrin Djellza, e përmendur për herë të parë nga vetë Gjesti gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Megjithatë, burime të pasigurta pranë redaksive tona si media konfirmojmë se lajmi për një takim të tillë është i pavërtet. Nuk ka pasur asnjë takim mes Gjestit dhe kësaj vajzës Djellza në Tiranë, të paktën jo në kuptimin që po aludohet nga mediat e tjera. I gjithë zhurma ka lindur nga një interpretim i lirë i disa fjalëve që Gjesti ka thënë brenda shtëpisë së Big Brotherit, ku ai përmendi një femër të rëndësishme në jetën e tij, pa dhënë asnjë informacion të mëtejshëm identifikues. Sipas deklarimeve të tij në shtëpi, Djellza është një person që ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën dhe karrierën e tij, duke qenë një mbështetje e vazhdueshme në prapasken. Ai nuk përmendi asnjëherë një marrëdhënie romantike, as takim të fundit, as në një plan konkret me të, thjesht theksoi se ajo ka investuar shumë në rritjen e tij personale dhe artistike, dhe me këtë rrëfim gjithçka mbeti në një nivel të hapur të pashoqëruar me fakte apo figura konkrete. Por media rose dhe rrjetet sociale kanë bërë të vetën. Në mungesë të informacionit të qartë ka nisur një valë spekulimesh ku emri Djellza është kthyer në sinonim të misterit dhe publiku është vënë në kërkim të fytyrës që fshihet pas këtij emri. Disa portale madje kanë publikuar dhe foto të ndryshme të vajzave të panjohura duke i lidhur pa prova me Gjestin, ndërkohë që asnjëra prej tyre nuk ka rezultuar të jetë Djellza e përmendur. Në realitet, Gjesti po fokusohet intensivisht në projektin e tij të parë muzikor, duke shfrytëzuar gjithë vëmendjen dhe energjinë që ka marrë nga pjesëmarrja në Big Brother për të ndërtuar një karrierë të qëndrueshme si artist. Burimet tona konfirmojnë se ai është në studiot muzikore duke punuar për videoklip debutues, i cili pritet të publikohet në ditët në vijim. Ky projekt i shumë pritur nga fansat ka qenë qëllimi i tij kryesor sapo ka lënë shtëpinë, dhe jo përfshirja në lidhje të reja apo përplasje mediatike. Për më tepër, njerëz të afërt me Gjestin shprehen se ai është thellësisht i përqendruar në vetë realizimin dhe ndërtimin e identitetit të tij artistik, pas një ekspozimi kaq të madh publik, dhe në një kohë kur çdo lëvizje e tij analizohet dhe keq interpretohet nga mediat e etura për klikime, ai ka zgjedhur të mos i jap asnjë zë thashethemit që mund ta tërheqë larg qëllimit të tij profesional. Por pse publiku ka kaq shumë interes për këtë Djellzën? Përgjigjja është e thjeshtë. Çdo personazh që përmendet në mënyrë misterioze në një reality show ka një efekt magnetik mbi publikun. Kur një njeri i famshëm përmend dikë me ndikim në jetën e tij, por pa zbuluar identitetin, kurioziteti kolektiv ndizet menjëherë, dhe në rastin e Gjestit, kjo zonjë e heshtur në prapasken është kthyer në një figurë mitike që mediat përpiqen me çdo kusht ta zbulojnë dhe duke u kapur pas lajmeve të paverifikuara. Për momentin, e vetmja e vërtet e konfirmuar është kjo: Gjesti nuk e ka takuar Djellzën në Tiranë. Ai është i përqendruar në ndërtimin e karrierës së tij,
muzikore dhe po përgatitet për të sjellë para publikut projektin e tij të parë menjëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Gjithçka tjetër mbetet të jetë një spekulim, derisa të kemi një deklaratë të qartë nga vetë Gjesti apo kjo vajza djellza, nëse ajo do të zgjedhë ndonjëherë të shfaqet publikisht. Publiku duhet të mësojë të dallojë lajmin e saktë nga zhurma virtuale dhe ndoshta më shumë se sa të kërkojmë kush është djellza, duhet të fokusohemi në atë që ne do të sjellim në muzikë nga ana e Gjestit. Do me thënë, lajmi i cili u bë publik që Gjesti do të takoj djellzën, do kalojnë 2-3 ditë që Gjesti do të takoj djellzën pas 3-4 ditësh në Tiranë, jam shumë i bindur për çfarë arsye nuk mundet Gjesti ta takoj edhe nëse ekziston një personazh i tillë, që unë jam shumë konfuz në ekzistencën e kësaj vajze dhe Gjesti me plot të drejtë brenda shtëpisë së Big Brotherit mund ta ketë përdorur si një teori për të krijuar një histori sepse bëhet fjalë për një reality show, ashtu siç Rozana nuk e pranoi që për shembull ka një afrimitet të madh me Laertin nga jashtë shtëpisë së Big Brotherit dhe janë rritur, kanë ngrënë bukë së bashku në një hyrje, dhe sidomos kur Laertin dhe Rozanën e ka lidhur po i njëjti profesion. E para njëherë Gjesti është një djalë i cili është në ndërtim e sipër të karrierës së tij dhe është 24 vjeç. Dhe normalisht mund të ketë patur lidhje adoleshente, mund të ketë patur lidhje në shkollë të mesme, etj. Tani, për të interesuar ne të gjithë të kuptojmë se kush është kjo djellza sipas lajmeve i bie të jetë një vajzë 22 vjeçare që në fakt nuk mund të jetë e vërtet sepse nuk mund të del kaq publikisht një gocë 22-23 vjeç, hajt 24 të thotë që unë e kam mbajt me lek, unë e kam bërë kështu, unë e kam bërë ashtu. Do të thënë edhe në qoftë se shokët e tij kanë fol, besoj që ka qenë një plan strategjik i mirë menduar para se Gjesti do të futeshte në Big Brother për të krijuar një strategji brenda që të tërhiqte vëmendjen e publikut sepse Gjesti ja kishte vënë vetes me patjetër që të fitonte Big Brother VIP Albania, qoftë edhe Big Brother VIP Kosovën. Dhe kjo në fakt është një moment që mua më befason fakti se si mundet njerëzit të dalin, të flasin dhe të thonë që jemi të sigurt dhe të bindur që ai e ka takuar, kur ne e dim shumë bukur që Gjesti do me thënë është në mbikëqyrjen e produksionit Top Channel, ai do me thënë është duke punuar projekte, është duke punuar këngë, lëvizjet e tija nuk mund t'jenë aq të lehta, takimet e tij nuk mund t'jenë aq të lehta sepse të gjithë mediat roz janë të fokusuar te Gjesti dhe një moment i vetëm mund ta kishte marrë Gjestin dhe mund ta bënte viral nëpër të gjitha rrjetet sociale dhe realisht unë nuk e besoj në asnjë mënyrë këtë lajmin i cili bëhet viral nëpër rrjetet sociale. Çfarë ka ndodhur me jetën e Gjestit deri më tani? Deri më tani Gjesti thjesht ka punuar një këngë me videoklip që do ta sjellën së shpejti dhe po bën projektet e tjera të tij gati për datat të cilat i ka të prenotuara për të performuar në për koncertet të ndryshme. Andaj, lajmet të djellzës janë lajme krejtësisht të rreme.